Deputeti bosnjak i zgjedhur në zgjedhjet e nënshkurtit 2025 të Rasim Demiri nga koalicioni Vakat, sipas burimeve të medias në vitin 2021, ishte takuar tashmë me kriminalin dhe terroristin Milan Radojčić në Kopaonik. Burimet thonë se përmes listës serbe është ndihmuar edhe financiarisht edhe përmes votave. Në mesin e materialeve të marra, burimet tregojnë se ai kishte marrë edhe majica, kapele, byzyly, gome dhe bluza. Nga ana tjetër në zgjedhje ai kishte marrë mbi 1500 vota në komunat ku jetojnë serbët e ku nuk ka komunitet bosnjak. Lidhur me këto, TVD gjeni sot gjatë ditës, kur edhe po mbahej seanca për herën e 7 të konstituimit të kuvendit, ka pyetur Demirin për takimin me Radojčićin, marrjen e parave dhe materialeve si dhe për votat që kishte marrë në komunat me shumicë serbe e ku nuk ka komunitet bosnjak. Ai është përgjigjur se as keni pyetje tjetër? Kur është pyetur sërish nga gazetari se a është e vërtet apo jo takimi me Radojčićin dhe marrjen e parave dhe votave, ai thot: "A bashkëqitash e gjetëm me pyeta?" Duke u larguar shkallëve të kuvendit dhe duke ikur nga gazetari. Asë kohë Demiri përkatësisht koalicioni Vakat, i cili përbëhej nga Demokratska Stanska Bosnjaska dhe Demokratska Stanska Vatan, në komunën e Rani Lugës të banuar me shumicë serbe, kishte marrë 209 vota, përkatësisht 8.26%. Në Novo Bird, koalicioni Vakat i udhëhequr kishte marrë 256 vota, përkatësisht 5.60% të votave dhe duke u renditur si partia e pestë me më të shumti vota. Në posaçërisht, koalicioni Vakat kishte arritur të merrte gjithsej 218 vota, përkatësisht 2.13% të votave.